Nëse këto ditë ndjeve presion, kjo është arsyeja. Mesazhi për çdo shenjë. Nëse këto ditë ke ndjerë presion të brendshëm, lodhje mendore, ose një ndjesi sikur diçka po të shtyn nga brenda pa e kuptuar pse, kjo video është për ty. Ky presion nuk është rastësi dhe as imagjinat. Është rezultat i një lëvizje energjike që po ndikon secilën shenjë ndryshe, duke nxjerrë në sipërfaqe mendime, frikëra dhe vendime që janë shtyrë për shumë kohë. Universi nuk po ushtron presion për të rrëzuar, por për të zgjuar. Nëse e dëgjon mesazhin, mund ta kthesh këtë fazë në forcë. Nëse e ignoron, ndjesia do të vazhdojë. Tani dëgjo me kujdes mesazhin për shenjën tënde. Dashi, këto ditë presioni që ndjen nuk vjen nga jashtë, por nga brenda teje. Po kupton se nuk mund të vazhdosh më me të njëjtin ritëm dhe me të njëjtat zgjedhje. Energjia po të shtyn të ndalesh dhe të rishikosh prioritetet, edhe pse kjo gjë të nervozon. Në marrëdhënie, një tension i vogël po të tregon se diçka duhet thënë hapur. Në punë, ndihesh sikur ke dhënë shumë dhe ke marrë pak. Ky presion është një thirrje për të vendosur kufi më të qartë. Financiarisht, është moment reflektimi dhe jo rreziku. Mos vepro me impuls. Nëse dëgjon këtë mesazh, do kuptosh se forca jote e vërtet vjen kur ndalon së luftuari gjithçka dhe fillon të zgjedhësh betejat e duhura. Demi, presioni që ndjen këto ditë lidhet me stabilitetin që po lëkundet. Diçka që e konsideroje të sigurt nuk të jep më të njëjtën qetësi. Kjo të shqetëson sepse ke nevojë për kontroll dhe siguri. Energjia po të mëson se jo çdo gjë duhet të mbahet fort. Në marrëdhënie, po kupton se heshtja nuk funksionon më. Në punë, rutina po bëhet e rëndë dhe po kërkon ndryshim. Financiarisht, është koha për organizim dhe jo shpenzime emocionale. Ky presion nuk është ndëshkim, por sinjal që të përshtatesh. Kur lejon ndryshimin pa frikë, qetësia kthehet gradualisht. Universi po të kërkon fleksibilitet, jo dorëzim, dhe nëse e pranon, do ndjesh lehtësim të fortë brenda vetes. Binjakët, mendja jote është më aktive se zakonisht dhe kjo po krijon presion të brendshëm. Po mendon shumë, po analizon gjithçka dhe po lodhesh nga vetë mendimet. Energjia e këtyre ditëve po të detyron të ndalesh dhe të dallosh se cilat mendime janë reale dhe cilat janë thjesht frikë. Në komunikim mund të lindin keqkuptime nëse flet pa reflektuar. Në punë, informacioni i tepërt po të shpërqendron. Financiarisht, mos merr vendime të nxituara. Ky presion është mesazh për të thjeshtuar jetën dhe për të mos u shpërndarë në shumë drejtime. Kur zgjedh qartësinë dhe qetësinë mendore, gjithçka fillon të rregullohet gradualisht dhe ndjen një lehtësim të dukshëm. Gaforja, presioni që po ndjen lidhet drejt për drejt me emocionet e mbajtura brenda. Ke duruar shumë dhe tani ndjen se diçka po shpërthen ngadalë. Energjia po të shtyn të përballesh me ndjenjat që ke shmangur. Në marrëdhënie, një çështje emocionale kërkon vëmendje dhe ndershmëri. Në punë, ndihesh i pavlerësuar dhe kjo të rëndon shpirtërisht. Financiarisht, kërkohet kujdes dhe planifikim. Ky presion është thirrje për vetë kujdes dhe për të mos vendosur gjithmonë të tjerët para vetes. Kur fillon të dëgjosh nevojat e tua emocionale, presioni zbutet dhe ndihesh më i fortë. Universi po të mëson se ndjeshmëria jote është forcë, jo dobësi. Luani, presioni që po ndjen vjen nga fakti se po kërkohet prej teje më shumë durim se sa je mësuar. Ti do rezultate të shpejta, por energjia aktuale po të detyron të presësh dhe kjo të tensionon. Në marrëdhënie, po kupton se nuk mjafton vetëm të udhëheqësh, por edhe të dëgjosh. Në punë, një situatë po të sfidon krenarinë dhe po të mëson për ulësi. Financiarisht, është moment për menaxhim të kujdesshëm dhe jo shpenzime impulsive. Ky presion është një provë për pjekurinë tënde emocionale. Kur e pranon se nuk ke pse të kontrollosh gjithçka, energjia lehtësohet. Universi po të mëson se forca e vërtet nuk është shurma, por qetësia që vjen nga vetbesimi i brendshëm. Virgjëresha, këto ditë presioni lidhet me perfeksionizmin tënd. Po i kërkon vetes më shumë se ç'duhet dhe kjo po të lodh mendërisht. Energjia aktuale po të tregon se jo gjithçka duhet të jetë perfekte për të funksionuar. Në marrëdhënie, po analizon çdo detaj dhe po humbet spontanitetin. Në punë, përgjegjësitë po shtohen dhe ndihesh sikur gjithçka bie mbi ty financiarisht, është kohë për rregull dhe plan, jo stres. Ky presion është mesazh për të mësuar të lëshosh kontrollin dhe të besosh procesin. Kur ndalon së kritikuari veten, qetësia rikthehet gradualisht.
Universi po të mëson se vlera jote nuk matet me sa shumë bën, por me balancën që krijon. Peshorja, presioni që ndjen buron nga paqartësia. Po përpiqesh të mbash ekuilibrin mes dëshirave të tua dhe pritshmërive të tjerëve, por kjo po të rëndon. Energjia aktuale po të kërkon të zgjedhësh anën tënde pa ndier faj. Në marrëdhënie, një vendim I shtyrë po kërkon zgjidhje. Në punë, po ndihesh I pavendosur dhe kjo të streson. Financiarisht, ruaj balancën dhe shmang shpenzimet për të kënaqur të tjerët. Ky presion është thirrje për qartësi dhe vendosmëri. Kur fillon të vendosësh kufi të shëndetshëm, ndihesh më I lehtë. Universi po të mëson se harmonia fillon brenda vetes, jo në përpjekjen për t'i kënaqur të gjithë. Akrepi, presioni që po përjeton është thellësisht transformues. Diçka po ndryshon brenda teje dhe kjo të shqetëson sepse po humbet një version të vjetër të vetes. Energjia aktuale po të shtyn të përballesh me frikëra të fshehura. Në marrëdhënie, intensiteti emocional po rritet dhe kërkon sinqeritet. Në punë, një situatë po të sfidon kontrollin. Financiarisht, kërkohet strategji dhe jo reagim emocional. Ky presion nuk është negativ, por shenjë rritjeje. Kur ndalon së rezistuari ndryshimit, ndjen çlirim. Universi po të mëson se rilindja vjen vetëm pasi lëshon atë që nuk të shërben më. Besoj këtij procesi, sepse po të çon drejt fuqisë së re personale. Shigjetari, presioni që po ndjen vjen nga konflikti mes dëshirës për liri dhe përgjegjësive që po shtohen. Energjia e këtyre ditëve po të kërkon të zgjedhësh prioritetet, jo të shpërndash energjinë kudo. Në marrëdhënie, sinqeriteti është I domosdoshëm, por shmang premtimet e nxituara. Në punë, një ide është e mirë, por ka nevojë për strukturë që të funksionojë. Financiarisht, mos rreziko pa plan. Ky presion është mesazh për të ngadalësuar dhe për të vendosur drejtimin e saktë. Kur pranon se nuk ke pse të ikësh nga çdo detyrim, ndjen lehtësim. Universi po të mëson se liria e vërtet vjen kur vepron me vetdije dhe jo nga impulsi. Kjo fazë të ndihmon të ndërtosh stabilitet pa humbur optimizmin. Një bisedë e qartë sjell sqarim dhe qetësi emocionale. Britsjapi, presioni aktual lidhet me barën e përgjegjësive që ke marrë përsipër. Po kërkon shumë nga vetja dhe kjo po të lodh më shumë se sa e pranon. Energjia po të tregon se nuk ke pse të mbash gjithçka vetëm. Në punë, kërkon ndihmë ose delego. Në marrëdhënie, hapja emocionale sjell afrim, jo dobësi. Financiarisht, je në kontroll, por mos e lidh vlerën personale vetëm me rezultatet. Ky presion është thirrje për ekuilibër mes detyrës dhe jetës personale. Kur I jep vetes leje të pushosh, qartësia rritet. Universi po të mëson se qëndrueshmëria ndërtohet edhe me kujdes për veten. Nëse ul ritmin dhe rishikon pritshmëritë, ndjen stabilitet më të thellë. Një vendim praktik sot lehtëson ditët në vijim dhe sjell siguri të brendshme reale. Ujori, presioni që ndjen vjen nga dëshira për ndryshim dhe nga kufizimet aktuale. Energjia po të shtyn të mendosh ndryshe, por kërkon edhe hapa konkret. Në punë, idetë janë të forta, por duhet bashkëpunim për t'u realizuar. Në marrëdhënie, shmang distancimin emocional dhe shpreh nevojat qartë. Financiarisht, mos merr vendime të papritura. Ky presion është sinjal që të organizosh mendimet dhe të zgjedhësh një drejtim të vetëm. Kur ndalon së luftuari rregullat dhe fillon t'i përdorësh në favorin tënd, ndjen lehtësim. Universi po të mëson se liria rritet kur struktura shërben si bazë. Kjo periudhë sjell qartësi mendore dhe ide të freskëta. Një moment reflektimi I qetë sot hap rrugë për veprime më të zgjuara nesër dhe bashkëpunime të dobishme. Peshqit, presioni emocional që po ndjen lidhet me ndjeshmërinë e shtuar dhe energjinë përreth. Po thith më shumë se sa duhet dhe kjo po të lodh. Energjia aktuale po të kërkon të vendosësh kufi emocional. Në marrëdhënie, empatia jote është e fortë, por mos u harro. Në punë, beso intuitës, por mbaje këmbën në tokë. Financiarisht, kërkohet maturi dhe planifikim I thjeshtë. Ky presion është thirrje për vetë kujdes dhe qetësi. Kur ndalon së marrë përgjegjësi emocionale të tjerëve, ndjen çlirim. Universi po të mëson se dëmshuria fillon me veten. Kjo fazë të ndihmon të dallosh çfarë të përket dhe çfarë jo. Një ritual I vogël qetësie sot rikthen ekuilibrin dhe të jep ndjesi sigurie të brendshme. Nëse këto ditë ndjeve presion, tani e di pse.
Ky mesazh ishte për të ndihmuar të kuptosh, jo të friksohesh. Komento shenjën tënde. Vendos like nëse e ndjeve mesazhin. Abonohu për udhëzime të përditshme. Shpërndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë sot.